Tungjatjeta, uroj t'jeni mirë. Mirë se u gjetë nderuar miq, sonte kemi lajme të mëdha, zhvillime të mëdha nga lindja e mesme, pika më nevralgjike e globit, e cila duket qartë që është përpara një momenti të ri, përpara një momenti ku llava e këtij rajoni rrezikon të përhapet në të gjithë botën dhe të krijojë situata të reja gjeopolitike globale. Çfarë është duke ndodhur ndërmjet Mossadit izraelit dhe Teheranit? Tucker Carlson ka zbuluar jo më larg se mbrëm se oficerë të Mossadit dhe të ushtrisë izraelite kanë mësyer në Pentagon, kanë hapur dyert të shqetësuar dhe kanë kërkuar prej ushtarakëve atje në Pentagon që të bëjnë diçka për rrezikun e madh të raketave balestike të Iranit. Cilat janë raketat balestike të Iranit? Cila është rreziku i tyre? A jemi përballë një momenti të ri? Unë mbrëmje fola qartësisht për planin e ri për goditjen e madhe ndaj Iranit në lindjen e mesme, përgatitja dhe lëvizjet që na tregojnë satelitët, transferimi i luftanijeve amerikan, por edhe i avionëve britanik dhe i atyre amerikan në drejtim të bazës El Udeid në Katar, avion që furnizojnë nga ajri. Për çfarë duhen këto? Cilat janë kapacitetet e Mossadit në zemër të Teheranit? Ashtu siç ka treguar ai, çfarë përgatitjesh ka bërë Ayatollah Khamenei për t'ju përgjigjur Izraelit pas refuzimit të ofertës 2231 nga Kina dhe Rusia? A do të jemi drejt një goditje fatale për Iranin, për atë që amerikanët dhe izraelitët e quajnë regime change? Synimi këtë herë duket qartë që është i ndryshëm nga ai i luftës 12 ditëve. Është regime change, ndryshimi i regjimit. A do të mundet Benjamin Netanyahu ta tërheqë Trumpin në këtë goditje? Apo jemi thjesht në retorikë kërcënuese për të kërkuar një favorizim të kushteve në negociatat për programin bërthamor? Si po lëviz Teherani, ku i ka fshehur atje në Natanz, në një pikë shumë pranë Natanzit, programin e tij bërthamor dhe laboratorin e përgatitjes armës bërthamore 260 metra nën tokë. A e njeh Mossadi këtë apo jo? Cili është aktiviteti i Mossadit në të gjithë rajonin e lindjes mesme? Kemi njeriun e duhur nga Amerika me mua sonte, është kolonel doktor Dritan Demiraj, miku im dhe i bisedës dhe i emisionit ton, një sqarim i shkurtër për gjithë miqtë dhe dashamirësit. Formati i bisedës time me mikun tim kolonelin nuk është formati i një diskutimi ndërmjet një gazetari që pyet të ftuarin. As unë, as koloneli nuk është gazetar. Ne flasim, bashkë bisedojmë të dy me radhë me njëri tjetrin që ju të kuptoni diçka sipas një formati që nuk do ta gjeni në asnjë televizion shqiptar. Kujdes, të dhënat që vinë këtu nga njeriu i duhur, nga njeriu i terrenit dhe i njohës i mirë i atyre terreneve, dhe nga njeri tjetër që njeh ato terrene gjeopolitikisht, është një kombinim i jashtëzakonshëm që unë besoj se është pasuri për trojet shqiptare. Mirë se erdhe kolonel, mirë se u riktheve, të përshëndes në emrin tim dhe të mira shikuese, cilët janë shumë të gëzuar që ti gjen kohë nga koha juaj e çmuar dhe na sajdis në këtë bisedë. Është kënaqësi dhe privilegj. Faleminderit edhe një herë kolonel. Nuk do të përsëris gjithçka thash. U refuzua 2231 oferta ruso-kineze. Mossadi shkon në Pentagon, i thot më hiqni qafe raketat balestike të Iranit. Donald Trump ka vendosur orën 6 me orën e Washingtonit të ditës së diel si afat limit për përgjigjen e Hamasit ndaj ofertës tij për plan në lindjen e mesme, për planin e tij dhe të Netanyahus për lindjen e mesme. Dikush thot që plani ka dështuar, dikush thot që po presin përgjigjen e Hamasit. Për ndryshe, ka thënë Donald Trump, Hamasi dhe rajoni do të përballet me një ferr të madh. Ku po shkon loja, komandant? Personalisht do të dëshiroja që Hamasi, për shkak edhe të gjithë këtyre vujtjeve që ka kaluar e popullsi, jo vetëm të vujtjeve, por sparit genocidit, të vrasjeve të paligjshme, numrit të madh të vrasjes civilëve, shkatrimit të gjithë institucioneve arsimore, mjekësore, fetare, sociale, ndërtesave, por edhe për shkak të vujtjes të tyre të madhe në të gjitha pra drejtimet, do të dëshiroja që Hamasi të pranonte këtë plan. Për shkak se do të duhej që edhe nga njëra anë të justifikonte
largimin e trupave izraelite, duke dorëzuar menjëherë të gjitha pengjet, qofshin këto gjallë, por edhe personat e vrarë, por të jemi sinqert me ju dhe teleshikuesit, jam skeptik. Për shkak të ndryshimit të planit, nga i cili presidenti Trump ja paraqiti liderëve arab, në prezencë të presidentit Erdogan dhe të liderëve të tjerë arab, dhe në momentin pas 3 ditëve kur u taku me kryeministin Netanyahu, plani u përgatit sipas interesit të Netanyahut. Dhe këtu qëndron gjithë problemi pse Hamasi nuk e pranon, pasi e quan një plan izraelit të paraqitur tek amerikanët që plotëson vetëm nevojat e Izraelit. Shpresojmë, urojmë që gjithë ky presion ndërkombëtar, por edhe miratimi, pranimi nga një pjesë e liderëve arab, të cilët kanë hyrë garant, të mundsohet, por unë e shoh shumë skeptik. Ndërkohë, pavarësisht presionit e jashtëzakonshëm izraelit, Hamasi vazhdon rezistencën të shkaktoj hemorragji të përditshme në të gjitha rajonet e luftimit, gjë e cila e ka rritur presionin edhe nga ana e popullsisë, por edhe ndaj forcave mbrojtëse të Izraelit, të cilat nuk është se kanë kënaqësi të madhe që ky operacion të vazhdojë pafundësisht. Kolonel, të gjitha fotot nga satelitët tregojnë një Gaza gati rrafsh me tokën. Ju lutem, bëheni të qartë për mua dhe për ata që na dëgjojnë, dhe kur na dëgjojnë, bëjnë një pyetje të madhe. Çfarë po thot koloneli? Nga është ky Hamas që mund të godas ende, ndërkohë që gjithçka është rrafsh me tokën në Gaza? Nga mbin këta? Kush janë? Si veprojnë? Ç'është kjo strategji ushtarake? Si mundet mos eliminohen ndërkohë që Gaza është rrafsh me tokën, kolonel? A mund të më thuash diçka më ushtarake, më teknike? Si munden këta të godasin Izraelin me këto armatime, me këto fuqi, me këto F-35-at, me kupolën mbrojtëse? Një detaj ushtarak që ta kuptojnë pak më qartë. Ç'është ky Hamas që është rrafshuar gjithçka dhe këta godasin ende? Gjatë periudhës 18 vjeçare në Gaza, Hamasi ka përgatitur të gjitha kushtet për të zhvilluar një luftë guerrile, e cila sot quhet luftë tridimensionale, që realizohet në tokë, që realizohet në qendra urbane, pra në terren të hapur në qendra urbane, dhe më e rëndësishme nga të gjitha, nën tokë, duke krijuar tunele, rreth 280 km tunele, të cilat në të gjitha vendet janë të pajisura me pajisje, me armatime, me pajisje logjistike, me pajisje me pajisje mjekësore, me pajisje me minat të caktuara. Ajo që vlen theksohet për qytetarët e thjesht, të cilët ndoshta nuk e kuptojnë në detaje. Pse është e vështirë, unë madje kam thënë është e pamundur. Zgjidhja ushtarake, nuk ka zgjidhje ushtarake në Gaza, Kreshnik. Zgjidhja është vetëm politike. Gjë të cilën po e thot pothuajse e gjithë bota. Për shkak se sa më shumë që vazhdojnë sulmet izraelite, sa më shumë civil që vriten, aq më shumë të rinj të Hamasit i bashkohen, pra të rinj palestinez i bashkohen Hamasit. Ajo që njerëzit ndoshta nuk kuptojnë është nga i gjen Hamasi pajisjet. Një pjesë e madhe e gjithë fushatës sotme përbëhet nga taktikat e njësive të vogla. Që të thotë, sot në Gaza ka qindra ton materiale predha të pashpërthyera, sasia e eksplozivit ose e eksplozivit fuqisë lartë ose tritolit, të cilave përdoren nga luftarët e Hamasit, zbërthehen dhe kthehen në ID të fuqishme. Një pjesë e cilave në mënyrë shumë të lehtë vendoset në tokë, sepse toka është terren ranor, është shumë e lehtë për ta hapur, është shumë e lehtë për ta fshehur, dhe është shumë e lehtë për të zgjat fijet e telave për të bërë shpërthim të detyrueshëm ose shpërthim mekanik. Një pjesë e madhe përsëri e këtyre pajisjeve dhe armatimeve që ka pas Hamasi kanë qenë të fshehura, nga njëra dhe nga ana tjetër, një pjesë e madhe e këtyre pajisjeve është marrë edhe si pasojë sulmeve të drejtë për drejta ndaj njësive të Izraelit. Pra nuk do të ketë kur problem Hamasi për të gjetë armë, eksploziv ose pajisje shpërthyese për t'i godit, për t'i majtë në presion forcat izraelite. Qartë. Falenderoj.
Ndërkohë nga ana tjetër, ka një zhvillim shumë të rëndësishëm nga pjesa tjetër e lindjes mesme, pra nga Teherani, ku Mohsen Rejai apo ish komandanti i forcave të gardës së revolucionit iranian ka deklaruar se është e vërtet që Mosadi izraelit ka gati një plan dhe madje është duke lëvizur edhe brenda vetë Teheranit për të shkuar drejt një goditje të dytë ndaj Iranit, që është pjesë e planit të Izraelit për të riformatuar sërish lindjen e mesme. Benjamin Netanyahu ka ardhur në pushtet dhe është një dhelpër e vjetër e pushtetit. Dhe sigurisht shumë janë ata që thonë se është më i përgatitur dhe ka më shumë eksperiencë se Donald Trump, apo mund të jetë më dhelpër se Donald Trump. Ai do të bëjë të pamundur që pa mbaruar 3 vitet e pushtetit të Donald Trump, pasi ka edhe 3 vite nëse i jep Zoti shëndet dhe jetë në shtëpinë e bardhë që të mbarojnë mandatin zyrtarisht. Benjamin Netanyahu është gati që ta mbyll dosjen e Iranit veçanërisht, të programit bërthamor dhe raketat balistike. Dhe do të bëjt pamundur që të mos pres 3 vitet e tjera Benjamin Netanyahu, por ta marrë Trumpin tani ta mbyll dosjen e Iranit, pasi ka mbyllur dosjen e Hezbollahve ashtu siç mendojnë ata, dhe do të mbyllin dhe dosjet e tjera të satelitëve të Iranit në lindjen e mesme. Benjamin Netanyahu vjen nga shtëpia e bardhë kolonel, me dritje shile nga Donald Trump për të goditur Iranin, apo jemi në retorik presionin ndaj Iranit që të rrisim stekën në bisedimet për programin bërthamor? Pa diskutim që do të them aq sa më lejohet, për shkak se unë jam shumë i Flasim kujdesshëm. gjithmonë aq sa lejohet këtu ku. Jam shumë i kujdesshëm për të mos i kalu kufit aq më shumë se sa duhet të tregojmë. Është e vërtet, kam dieni më shumë se sa modeste për këtë çështje, por është e vërtet që ardhja e kryeministit Netanyahu nuk ka qenë vetëm sa herë që ka ardhur këtu, pra ju rikujtoj që ka qenë 4 herë brenda 8 muajve, 9 muajve të fundit, dhe në të gjitha herët që ka ardhur, në të gjitha rastet që ka ardhur për të siguruar një mbështetje të pa kufishme për nga një anë për të mbush depot e forcave ajrore, forcave detare, forcave toksore, pra për të siguruar një asistencë shumë të madhe ushtarake, gjë e cila nuk i ka munguar dhe vazhdon të jepet pa limit, për shkak se intensiteti këtyre veprimeve, intensiteti këtyre luftimeve kundër aksit të rezistencës dhe luftës drejt për drejt me Iranit ka sjell një përdorim të jashtëzakonshëm në historinë e luftës moderne të municioneve ajrore dhe të artillerisë dhe të tankeve. Por, nga ana tjetër, edhe sasia e mjeteve të blinduara dhe tankeve të shkatruara si pasojë e përdorimit pra të sulmeve të aksit të rezistencës ndaj ushtrisë izraelite ka qenë i paprecedent në histori. As gjatë luftës arabo-izraelite nuk është shkatruar një sasi kaq e madhe e mjeteve të blinduara dhe tankeve. Për t'ju rikthyr pyetjes tuaj më në detaje, pa diskutim, unë mendoj që ardhja e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë koordinimi, mendoj unë, nuk është se kam informacione, sipas analizës time ka qenë një koordinim më i madh, më i plot për një goditje përfundimtare ndaj Iranit. Për shkak se goditja e parë ishte një dështim spektakolar. Pavarësisht se nuk duan ta pranojnë as izraelitët, as forcat mbrojtëse të Izraelit, ishte një dështim spektakolar për shkak se nuk mundsoi realizimin e 3 objektivave. Nuk e shkatroi plotësisht programin nuklear, nuk realizoi ndryshimin e regjimit, përmbysjen e regjimit dhe nuk mundsoi shkatrimin e raketave balistike. Mendoj që jemi afër një sulmi i cili nuk do të zgjasë shumë kohë për t'u ekzekutuar, për shkak se Irani është vendi 7 në listën e kërkesave të Izraelit nëpërmjet fuqisë Shtetet Bashkuara të Amerikës për t'u shkatruar. Tashmë kemi të shkatruar Libanin, Sirinë, kemi Libin, Irakun, kemi Sudanin, edhe i fundit që ka ngel është Irani. Dhe besoj që një sulm i mundshëm Iranit do të realizohet
vetëm në momentin kur ato të sigurohen që do të kenë një sukses të plot. Nga ana tjetër, kemi një ripërsëritje, kemi një rifreskim, riformatim të mbrojtjes ajrore të Iranit, një mbështetje më të madhe nga ana e Federatës Ruse dhe Kina për të mos e lejuar Iranin që të bjeri për shkak se, siç e tham, edhe gjatë emisionit tjetër, jo vetëm shkëputet lidhja midis projektit Belt and Road Initiative, por prishet edhe një aleancë e cila tashmë është një aleancë e vendeve antidemokratike kundër interesave amerikano-izraelite dhe perëndimore në këtë rajon. Je i qartë. Mbrëm unë fola për ju, miqtë e mi, diçka shumë të rëndësishme. Ju tregova aq sa kisha unë të dhëna dhe informacione për transferimin e flotës amerikane në drejtim të lindjes mesme dhe përgatitjes për sulmin. Ardhja e avionëve të furnizues nga ajri, lëvizja e Gerald Fordit në drejtim të Mesdheut që kushton miliona dollar, tregon që nuk po lëvizin gjërat kot. Nga ana tjetër, për të goditur Iranin, duhet patjetër të godasësh apo të amortizosh edhe satelitët e tij në rajon. Fillimisht forcat El Hashdushabi në Irak apo satelitët e tjerë të El Hashdushabi, që janë në diktimin e Teheranit, i cili e komandon shiitët e Irakut, 60% të shiitëve të Irakut, me një dorë prej hekuri, nëse mund ta quajmë të tillë. E still është situata edhe me Huthët në Yemen, edhe Hezbollah në Liban, kanë fuqi goditse pavarësisht se regjimi Bashar al-Assadit atje. Të dhënat dhe informacionet të cilat flasin sot shtypi izraelit dhe i flet hapur është se Mossadi ka informacione të cilat i nxjerr në publik dhe i bën publikisht dhe thot ne kemi informacion nga brenda Teheranit si një tregues i qartë që do të goditet zemra e Teheranit, apo si një tregues për të futur panik se ne Mossadi jemi brenda Teheranit, a do të godasim kolonel Ayatollah Khamenei këtë herë dhe do të kemi regime change, apo është një blof i Mossadit se ne kemi fuqi të godasim brenda Teheranit, ndërkohë që Teherani e ka bërë gati përgatitjen për këtë betejë të dytë, se e ka ditur që do të përgatitet, ka përgatitur edhe raketat balistike, po i vjen, apo nuk do t'i vi, do të ma thuash ti pak më vonë, cila është fuqia e vërtet e Mossadit brenda Teheranit? Apo jemi duke blofuar në kushtet e përgatitjes të terrenit për para sulmit të madh? Absolutisht që jo. Në rast se analizojmë me profesionalizëm të gjithë operacionet kundër Hezbollahut deri brenda tek shtabi qendror i Nasrallahs në Dahia në qendër të Beirutit, dhe të gjitha veprimet infiltrimi i Mossadit në gardën revolucionare, në komandën e raketave ose komandën hapësinore, në shtabin e forcave speciale Al-Quds dhe deri tek Këshilli Kombëtar Suprem i Sigurisë Kombëtare, na tregojnë që kjo organizat ka qenë, vazhdon të jetë dhe në gjykimin tim do të jetë një nga shërbimet sekrete më spektakolare me operacione të paimagjinueshme, fal mbështetjes që ka edhe nga gjithë perëndimi, në mënyrë të veçantë ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe si pasojë e përdorimit të një teknologjie shumë të avancuar e cila e ka rrjetin dhe shtrirën e saj në të gjithë rajonin, pa diskutim në të gjithë botën, po flasim për shkak se kundër Iranit. Pra, faktet kanë treguar që kanë qenë të aftë të infiltrojnë në çdo vend. Tani, ajo që vlen të theksohet është se, pa diskutim, që të gjithë këto investime prej dekadash kanë marrë një goditje të jashtëzakonshme pas datës 13 qershor. Për shkak se suksesi i 24 orëve të para ose 48 orëve të para të Izraelit gjatë luftës 12 ditore i referohet vetëm këtyre sukseseve, të këtyre grupeve, të cilët kishin infiltruar një numër rreth 20.000 dron brenda territorit të Iranit. Një pjesë e madhe të cilave u përdor për goditjen e strukturave të mbrojtjes kundërajrore, duke ulur nivelin dhe duke hapur rrugën për depërtimin e forcave
ajrore, avionëve F-35, por jo vetëm, për të mundësuar një goditje ose për të ulur nivelin e goditjes tyre nga bateritë tok-ajër. Nga ana tjetër, kemi parë që një pjesë e madhe e këtyre njësive, e këtyre rekrutëve, e këtyre grupeve të goditjes të Mossadit me shtetas vëndali iranian, rreth 100 grupe, të cilët mundësuan goditin e tyre me armë të sofistikuara kundër tanke, duke bërë sulme të drejt për drejta drejt baterive. Por e që vlen theksohet është që Irani, agjencia MOIS dhe forcat Al-Quds, drejtoria qendrore e forcave Al-Quds, për gjatë këtyre 3 muajve të fundit, kanë shkatëruar një rrjet shumë të madh të Mossadit, i cili ishte vepronte në fshehtësi në Teheran. Që të thot, janë azgjësuar vetëm në disa magazina rreth 12.000 dronë, qindra armë dhe janë arrestuar mbi 1.000 persona dhe më lejo të rikujtoj që këtë vit Irani më shumë se asnjë vit tjetër ka ekzekutuar më shumë se 1.000 agent shtetas iranian që nga shkencëtarët bërthamor, që nga pjesëtarët forcave të sigurisë, që nga persona të cilët kanë vepruar në këto ndërmarrjet që kanë qenë gjitha të lidhura me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Gardën Revolucionare, të cilët kanë ofruar informacione. Pra, pa diskutim që goditja e këtyre grupeve, kapja dhe sekuestrimi i 12.000 dronëve vetëm Teheran, shkatërimi grupeve në pjesën e Baluchistanit, Sistan Baluchistanit, një pjesë e madhe të cilëve grupeve këtyre terroriste janë përdorur për interes të Mossadit. Goditja e rrjeteve të inteligjencës të Mossadit në Azerbajxhanin verior, në Azerbajxhanin jugor, rritja e operacionalitetit dhe e veprimtarisë së shërbimit MOIS në kufirin përgjatë Bazaristanit, ose Bahazaristanit, ose kufirit me Irakun, dhe në pjesën e kurdëve të Iranit, dhe në mënyrë të veçantë në pjesën e Azerbajxhanit. Në kufirin me Azerbajxhanin ka bërë të mundur që intensiteti dhe operacionaliteti i këtyre grupeve të Mossadit pa diskutim që të dëmtohet. Koha do të vërtetoj se sa është dëmtuar, po që është dëmtuar, është dëmtuar. Dhe unë besoj që vendimi për të sulmuar Iranin do të merret vetëm në momentin kur të sigurohen që do nxjerrin jashtë kontrollit për të azgjësojnë Ayatollah Said Ali Khamenei. Dhe pastaj do të hapet rruga. Tani çfarë masësh ka marrë Irani? Irani ka marrë masat që para 4 ditëve ka emëruar zëvendësit e të gjithë strukturave ushtarake, politike, që nga Ayatollah Khamenei dhe deri në strukturat poshtë, të cilët mundsojnë vazhdimin e kundërshtimit, le të themi, izraelito-amerikan në rast të një asgjësimi të komandim kontrollit krerëve politik dhe ushtarak për të vazhduar rezistencën. Pra, kemi cover plan nga Irani për të zëvendësuar të gjitha nivelet e drejtimit, qoftë në nivel ushtarak, qoftë në nivel politik. I kanë zëvendësuar në 3 nivele deri tani. Nëse vritet X-i, zëvendësohet automatikisht dhe të gjitha strukturat e dinë se si është përcaktuar kjo punë. Qartë. Ndërkohë në orët e fundit, miq të dashur dhe i dashur kolonel, në Teheran ka një alarm të madh. Është alarmi i cili tregon për një presion të jashtëzakonshëm të pushtetit në Iran ndaj mediave atje, të cilët kanë kërkuar urgjentisht të ulin dhe të mos amplifikojnë dëmin e mundshëm që mund t'i vijë Iranit nga sanksionet e reja jashtëzakonisht të ashpra ndaj Iranit. Ndërkohë, po sot, dollari amerikan ka fluturuar në ajër, $1 amerikan ka shkuar 1 milion para të Iranit, pra rial iranian. Pyetja e shkurtër, kolonel, është kjo: ju jeni ushtarak, në qoftë se Izraeli ka fuqit goditëse brenda Teheranit, dhe unë jam i prirur ta besoj që ka, përse duhet ta njoftoj këtë? Pse duhet i tregoj pikat e veta të forta përpara betejës, përpara sulmit të madh? Cila është urtësia apo sekreti i kësaj taktike ushtarake, ti tregosh armikut se unë do të godas këtu sepse 1, 2, 3, 4 unë kam pikat e mia të forta? Është pjesë e luftës
Nerva. propagandës, luftës psikologjike, e cila është një nga fushatat kryesore që i paraprin operacioneve luftarake. Lufta psikologjike, lufta informative, misinformimi, keqinformimi, të gjitha janë pjesë e një fushate hibride, të cilat Irani në mënyrë të vazhdueshme i ka përdorur kundër perëndimit, kundër interesave amerikane në rajon, kundër Izraelit, në të njëjtën gjë që po ndodh edhe me publikimet e javës fundit të gjithë sekreteve nukleare të cilat janë vjedhur siç ka bërë Mossadi për Iranin, në të njëjtën formë edhe Mojsi, Ministria e Inteligjencës dhe Sigurisë, ka treguar që ka aftësi dhe kapacitete për të deportuar në sekretet më të mëdha të Izraelit. Tashmë, të gjitha pikat sensitive, qendrat kryesore ajrore, detare, toksore, inteligjencës, të gazit dhe të naftës, qendrat e njësisë 8200 të Mossadit, të shërbimit sekret ushtarak, Irani i ka ndarë edhe me Katarin, i ka ndarë edhe me Turqinë, sepse ka një frikë, ka një ndjeshmëri që mund të ketë një konflikt midis këtyre dy vendeve dhe mund të jetë i largët, por edhe me Egjiptin, duke rritur rreziqet dhe kërcënimet, pasi Hezbollahu, Hamasi, Gjihadi Islamik Palestinec dhe në mënyrë të veçantë Irani kanë grumbulluar informacione shumë të rëndësishme rreth pikave të dobta dhe në mënyrë të veçantë pas konfliktit 12 ditor, ku të dyja palët kanë nxjerrë mësimet, që i themin e mësimet nxjerra, duke identifikuar më shumë se asnjëherë më parë pikat e dobta të pambrojtura të Izraelit, të cilat janë dhënë edhe kundërshtarëve të tij të mundshëm në një konflikt të mundshëm të ardhshëm rajonal. Po, kolonel, prap shkurt, është shumë e rëndësishme të kuptojmë një thatë, një deklaratë shumë të rëndësishme që përtej fuqisë së tij spektakolare të Mossadit izraelit dhe supermacisë teknologjike e tjera, cilat njihet është botërisht e njohur. Thatë që ka marrë goditje, përveç Teheranit, a është dëmtuar Mossadi në bazat e tjera të rajonit, Azerbajxhan, Turqi, apo në pikat të tjera ku ai ka aktivitet dhe monitoron lëvizjen e pllakave tektonike të shërbimeve apo të energjive ushtarake në lindjen e mesme? Pa diskutim që po, në mënyrë të veçantë, ka marrë një goditje të jashtëzakonshme në Republikën e Turqisë, operacionet e fsheta të mitit, operacionet e fsheta sekrete të fundit të mitit për goditjen e rrjeteve të Mossadit, të paktën gjatë këtyre 2 viteve të fundit, kanë qenë shumë të suksesshme. Mossadi ka marrë një goditje shumë të madhe, ka një shtrirje shumë të madhe në territorin e Turqisë, madje mund të them me siguri të plot që deri para disa viteve, 10 viteve të fundit, para 10 viteve, ka qenë një nga organizatat e cila ka lëvizur në mënyrë të pothuajse komplet lirshëm në Turqi, edhe për shkak të marrëdhënies që ka pas shumë të madhe dhe varësisë që ka pas ushtria e Turqisë nga teknologjia dhe forcat armatosura dhe industria ushtarake e Izraelit, deri në momentin kur Erdogani urdhëroi shkputjen nga Izraeli një herë për gjithmonë, zhvillimin e kësaj industrie dhe pastaj goditjen e këtyre rrjeteve. Dhe pikërisht kjo luftë është intensifikuar në mënyrë të veçantë gjatë këtyre vitit fundit dhe vazhdon aktualisht edhe në këto momente që po flasim bashkë, me arrestimin e disa personave shumë të rëndësishëm, të cilët po vazhdojnë të japin informacione të rëndësishme për industrinë ushtarake dhe për dislokimet e ardhshme të forcave turke kundër interesave izraelite në rajon. Kolonel, Zoti Erdogan, personalitet autoritar, i fuqishëm, i rënd, ka imponuar veten në lojën ndërkombëtare dhe atë rajonale, e ka transferuar Turqinë në një moment që diskutohet sot në gjithë botën. Kemi folur bashkë për deklaratat e sekretarit Rubio dhe sa i shqetësuar janë ata për rritjen fuqisë ushtarake të Turqisë. Shumë shkurt, kolonel, deri në këtë moment presidenti Erdogan ka qenë në retorik. Ka folur për Gazën, por ka bërë biznes dhe me Izraelin, ka vazhduar interesat e tij. Këtë herë
përplasja me Mossadin dhe me Netanyahu është e vërtet apo jemi ende në retorik nga zoti Erdogan? Absolutisht që ka qenë retorik, për Ka arsye qenë, përpara. ka qenë absolutisht për shkak sepse 1.4, 1.5 miliard dollar deri para disa javëve ka vazhduar tregtia nëpërmjet portit Mersin, ka vazhduar furnizimi i ushtrisë izraelite me naftë dhe me gaz nga Azerbaixhani, nga Baku nëpërmjet Mersinit, nëpërmjet portit Mersin pastaj në Izrael, dhe Netanyahu përveç se ka përdorur një retorik, mundet që po të ishte i sinqert e ndalonte këtë furnizim. Erdogani ke fjalën. Erdogani, po, më fal. Erdogani, po të ishte i sinqert ndaj kësaj, do ta ndalonte për shkak se nafta dhe gazi janë përdorur nga makineria e IDF-it. Dhe makineria e IDF-it çka ka bërë? Ka shkaktuar genocidin për cilën Netanyahu fliste për gjatë 17-18 muajve të fundit. Tashmë jemi në muajin e 23. Çfarë ndryshoi kolonel? Çfarë ndryshoi tek Erdogan? E ka tani seriozisht? Po tani Erdogani e kupton që aleanca izraelito-amerikane është kërcënimi i drejt për drejt për pushtetin e tij, për vendin e tij, pasi e ka të qartë që në rast se kjo fushat do të përfundojë me sukses, do vazhdoj të zerohet korridori i Devit, do vazhdoj të marrë kontrollin e gjithë pikave të Kurdistanit, jo vetëm në Irak, jo vetëm në Rojava, siç njihet Kurdistani perëndimor, ju keni bërë një emision brillant për atë, në pjesën e PYG-s e YPG-s ose PKK-s së Sirisë. Dhe nëse do vazhdoj me marrjen e kontrollit të gjithë korridorit në pjesën e komuniteteve druzes, rradha është e Turqisë dhe tashmë Izraeli është në kufijtë e Turqisë. E ka rrethuar. Dhe Erdogan e ka të qartë që tani po i vjen rradha dhe nuk ka më shaka. Po, nuk ka më shaka, dhe nga njëra dhe nga ana tjetër, pushtimi izraelit i Qipros, i cili tashmë ka vazhduar edhe me pjesë ushtarake, me dislokimin e raketave moderne tok ajër për të kontrolluar hapësirën ajrore, gjysmën e hapësirës ajrore të Turqisë. Blerja e sipërfaqeve të tokës ose hebreizimi i Qipros greke, me objektiv marrjen e kontrollit të Qipros veriore, marrja e kontrollit pastaj hebreizimi i komplet Qipros si një platformë sulmi që ne në gjuhën ushtarake quajmë forward operating base, bazë e avancuar operacionale për ta goditur Turqinë nga gjitha rajonet. Pra që nga kufiri me Iranin, Irakun, Sirin, edhe nga drejtimi detar. I Qipros. Po, shumë e rëndësishme kolonel, tashmë të shkojmë direkt në një pikë tjetër të rëndësishme që duhet ta kuptojmë. Skënder M apo Iskender M ruse po godet patriotët e Ukrainës dhe ka asgjësuar shumë prej tyre, ka arritur të godas sport dhe po krijon shqetësime. Por të njëjtët nuk do t'i shkojnë Teheranin. S-400 ka mbritur në Iran apo është rrugës për të mbritur? Si do ta kuptojmë lojën, a do ta lërë Rusia Iranin në këtë betejë vetëm bashkë me Kinën, apo do të kalkulojnë interesat e tyre me Tel Avivin në një anë dhe do t'i japin Iranit aq sa i duhet për të mos u shkatruar, sepse edhe Amerika duket që është hedhur në ofensiv, pavarësisht se ne diskutuam pardje bashkë nëse Tomahawkët do të kenë mundësi të asgjësojnë më shumë apo të shkaktojnë hemoragji më shumë Rusisë, apo jo, duket qartë që në Ukrainë ka një kurs tjetër amerikan në drejtim të rritjes ofensivës. Pekini dhe Moska do ta lënë Teheranin përballë Mossadit dhe mega makinerisë ushtarake amerikane vetëm, apo do të luajnë një rol balancues sa për të mos rënë. Do të kemi një mobilizim të aksit Pekin, Teheran, Mos-Kore, Pyongyang, Kore e Veriut, pra? Por sa i përket raketave Iskander M, janë raketat me rreze të mesme, të cilat kanë treguar gjatë këtyre 2 viteve e gjys që e bëjnë të pamundur asgjësimin e tyre. Janë një nga sistemet raketore, shumë sistemeve raketore që ka Federata Ruse, të cilat
janë përshtatur mbi bazën e metodave dhe taktikave operacionale në fushë betejë. Dhe kjo është e vërtet që sapo thatë ju, kanë mundësuar shkatrimin e shumë baterive tok ajër Patriot, duke pa mundësuar mbrojtjen kundërore dhe duke rritur në mënyrë të frikshme koston e luftimit. Kanë ulur efikasitetin e tyre deri në 30%, kolonel, diçka pa diskutim. Ishte nërmend. 30, 40, 50, shifrat pastaj janë gjëra që nuk mund të lëvizim me shifrat, po janë të debatueshme. Nga ana tjetër, ajo që vlen theksohet për gjusit është kapaciteti i prodhimit Federatës Ruse. Ky është rreziku më i madh. Është rritur 7 herë, që nga momenti i 22-shit, i 24 shkurt 22-shit, është rrit 7 herë aftësia për prodhimin e këtyre sistemeve. Ndërkohë që rusët prodhojnë rreth 800-850 Iskander M, që është vetëm një element nga 10 lloj raketash që përdoren fushë betejë. Nga ana tjetër, aftësia e prodhimit të raketave pak 2, pak 3, por në mënyrë të veçantë pak 3-shi, që përdoren të sistemet Patriot, nuk është më i madh se sa 500-600 në vit. Dhe imagjinoje sa ka nevojë Katari, sa ka nevojë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Polonia, vendet përgjatë kufirin, vendet baltike, Polonia, Norvegjia, Suedia, Danimarka dhe Bullgaria me Rumaninë, të cilat janë afër konfliktit. Nga ana tjetër, unë nuk besoj që Iskander M, Irani ka nevojë për raketat Iskander M, sistemi i raketave balistike me rrezet shkurtër, të mesme, të ndërmjetme dhe të gjatë të Iranit ka treguar tashmë që ka aftësi për të shmang të gjithë sistemeve të mbrojtjes kundërore, jo vetëm izraelite, por dhe amerikane. Dhe Irani, nëse do të bëjmë një emision për raketat balistike dhe hipersonike të Iranit në një ditë tjetër, ka treguar tashmë që nuk ka nevojë për raketa balistike. Ka nevojë vetëm për karburant që të prodhoj sa më shumë raketa të jetë mundur, dhe unë besoj që me ndihmën e fshehtë të Kinës, tashmë mendohet që Irani jo vetëm që i ka zëvendësuar, po i ka 2-3 fishuar, gjë e cila ka tregon edhe alarmin edhe në Washington, edhe në Tel Aviv. Prandaj ky sulmi që ne po analizonim në fillim të këtij emisioni, e shikon si shumë të rëndësishme azgjësimin e këtij zinxhiri furnizimi, prodhimi, shpërndarje, magazinimi dhe të gjithë sistemeve që janë në tokë, janë 42 baza, të cilat janë të dislokuara në qindra sajte. E bëjnë të pamundur me një fushatë ajrore azgjësimin e tyre. Kolonel, Kina dhe Rusia. Pyongyangu më vonë, ai lideri i Koreas Veriut, do ta lënë Iranin vetëm në këtë betejë apo do të luajnë në gjysmë distancë? Pa diskutim që do të luajnë në gjysmë distancë, për shkak sepse Vladimir Putini është i kufizuar në asistencën dhe ndihmën ndaj Republikës Islamike, për shkak se nga 7 milion hebrej që jetojnë sot, flas për hebrej me origjinë hebreje, nuk flas për shtetasit palestinez, se janë 9.5, 10 milion banor, 2 milionë e gjysmë janë shtetas palestinezo-izraelit, përveç Gazës dhe përveç bregut perëndimor. 2 milion janë me shtetësi ruse. Edhe është i kufizuar Putini sepse 2 milion shtetas saj janë shtetas edhe rus, edhe izraelit. Pra është i kufizuar. Pavarësisht kësaj retorikës, më shumë unë shikoj këtë aleancë anti-amerikane se sa një aleancë kundër Izraelit. Për sa i përket lidhjeve, për sa i përket marrëdhënies midis Iranit dhe Republikës dhe Federatës Ruse. Kurse Kina ka liri më të madhe, ka mundësi ta ndihmojë më shumë, por është e vërtetë që sistemet S-400, pavarësisht nevojave 10 herë më të mëdha që ka nevojë për të dislokuar në territorin e saj Federata Ruse, përsëri ka qenë i detyruar ta çojë sistemin S-400, por që unë jam skeptik sepse sistemi S-400 komandohet dhe drejtohet nga oficer rus. Nuk e di se sa mundësi dhe liri do të kenë ata për të kundërshtuar një sulm të mundshëm kundër avionëve F-35, Ana tjetër, Kina pa diskutim që ka dislokuar HQ-9, B
që është një sistem më i avancuar se sa S-300-350, po më pak i avancuar se S-400. Dhe tashmë është zëvendësuar sistemi i mbrojtjes kundërore të Teheranit, por jo vetëm. Kolonel, në 30 sekonda, Arabia Saudite, Katari, Kuvajti, Omani, a do t'i hapin hapësirat e tyre, korridoret e tyre ajrore për një goditje të mundshme ndaj Teheranit, apo do të veprohet me goditje nga qielli dhe me ndihmën e aeroplanëve furnizues, do të vazhdojnë bombardimet nga ajri pa përdorur territorin e asnjë shteti? Mendoj që po, pavarësisht se nuk është se ka një nevojë shumë të madhe. Gjithë shkatrimi, largimi Bashar al-Assadit u bë vetëm me qëllim që të krijojë, shfrytëzojë komplet hapësira e Sirisë. Kemi një korridor të Sirisë të hapur, Jordania në të gjitha rastet e ka hap hapësirën ajrore, madje edhe vendet tjera arabe antarë të GCC-s e kanë hapur. Dhe nuk është sekret, bashkëpunimi i Mossadit me shërbimin me Gjihadin e Jordanisë dhe në mënyrë të veçantë me Gjihadin e Arabisë Saudite dhe të Emirateve të Bashkuara Arabit, jo vetëm që kanë bashkëpunuar ngushësisht, po kanë dhënë informacione decisive në avancimin e operacioneve brenda Teheranit. Sigurisht që situata aktuale ka ndryshuar, por besoj që po, do t'i lejohet në mënyrë të fshehtë, sipas kërkesës amerikanëve. Falenderoj nga zemra, kolonel, për informacionet e shkëlqyera, brillante. Ishit brillant sonte si gjithmonë, jam shumë i gëzuar që ju falenderoj dhe ju, miq dashur, që na dëgjuat deri tani, deri në fund. Nëse besoni dhe mendoni se kjo bisedë, ky emision, kjo drejtare mediatike ka ndonjë pikë vlere në këtë që bëjmë përcjelljen e një pjesës tjetër të shqiptarëve, ishin këto zhvillimet më të fundit dekriptuam sonte me kolonel Demire nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, planin e Mossadit për të goditur Teheranin, hipotezat, mundësitë, fuqia, mundësitë konkrete në terren, planet, shërbimet, si po lëvizin situatat, zhvillimet tjera të mëdha, do të jemi bashkarisht për t'i dëgjuar, për t'i dekriptuar, për t'i dekoduar këtu në këtë dritare mediatike si në asnjë dritare tjetër shqiptare. Gjithçka kishim për sot u a tham, pjesën tjetër vijon në numrin e ardhshëm. Kolonel, faleminderit. Ishte kënaqësi. Respekt e gjithë mirat. Miru takofsh.